Pinoku ka ditëlindjen. Kukulla prej druri që mori trajt njerëzore, një ndër personazhet më të pëlqyera të fëmijëve, u botua 145 vite më parë nga Carlo Collodi. Dhe në këtë datë, në qendrën Sotir Kolea të Bibliotekës Kombëtare ekspozohen disa vepra të ralla, përfshirë dhe botimin e parë në gjuhën shqipe. Ajo e vitit 1935 nga Cuk Simoni, apo jo Aida? Këtu është botimi i vitit 1935, libri është i gjithi në gegnisht, duhet thënë kjo. Në parathënien ka shkruar që Pinoku e ka thirrur. Ai rrëfen mënyrën se si gjendet përpara një vitrine librash në Itali, ndjen thirrjen e Pinokut. Mënyrën se si ai thotë që unë dua të vi dhe unë në Shqipëri. Libri është dhe me ilustrime të bëra nga Terezina Shiroka. Për ralla e Pinokut të drunjt që merr jetë dhe përjeton aventurat e tij në botën e njerëzve, u ribotua disa herë derisa në 1964 u rishkruajt në gjuhën letrare dhe u censurua emri i përkthyesit që nuk u citua në libër. Cuk Simoni dënohet dhe fillon deklasimi i tij, ju hoq edhe emri nga gjithë botimet që kishte bërë. Dhe krahas këtyre veprave në gjuhën shqipe, kemi dhe botimet origjinale në italisht. Cili është botimi më i vjetër që ka biblioteka? Në të vërtet, Pinoku është botuar me episode, 8 episodet e para dolën në gazet dhe ndoshta thashe themet, thonë që Carlo Collodi, ashtu si dhe shumë shkrimtarë të tjerë francez, luante dhe ishte i detyruar të shkruante për të fituar sa më shumë para. Në 1883 botohet botimi i plot. Ne nuk kemi këtu botimet të hershme të asaj periudhe, pra më të hershmin kemi Pinokun e vitit 1937 dhe ajo që më ka bërë përshtypje shumë në të gjithë këta libra që kemi ne këtu, ilustrimet janë të mrekullueshme. Aventurat e protagonistit dhe mesazhet që përcjell vepra e kanë bërë një libër klasik që i ka rezistuar dekadave, duke mbetur po aq i pëlqyer dhe nga brezat e rinj.